SBA ka injoruar provat bindëse se Rusia ka ndihmuar Iranin për të goditur bazat amerikane në lindjen e mesme, sepse i beson Vladimir Putinit, thot presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ai thot se është përpjekur të tërheqë vëmendjen e shtëpisë së bardhë ndaj bashkëpunimit të ngushtë mes Moskës dhe Teheranit. Satelitët ushtarak rus kanë fotografuar objekte kritike të infrastrukturës energjetike në shtetet e Gjirit dhe në Izrael, si edhe vendodhjet e bazave të ushtrisë amerikane në të gjithë rajonin, dhe Kremlini ka kaluar detaje dhe imazhe regjimit iranian, thot Zelensky, për të ndihmuar në sulmet e tij. E thash këtë publikisht. A dëgjuan ndonjë reagim nga SBA ndaj Rusisë? Pyeti Zelensky në mënyrë retorike. Problemi është se ata i besojnë Putinit dhe është për të ardhur keq, fijoi ai. Zelensky thanë se ekipi i Donald Trumpit nuk ishte arritur të kuptonte vërtet detajet e asaj që dëshiron Rusia. I pyetur se pse ndodh kjo, ai thanë se dy negociatorët e Trumpit, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, kishin kaluar shumë kohë me Putinin dhe zyrtarët e tij të lartë. Të dy ata kanë udhëtuar në Moskë 5 herë vitin e kaluar dhe ende nuk e kanë vizituar Kievin. Administrata Trump ka shtuar presionin mbi Ukrainën për të lëshuar rajonin e saj lindor të Donbasit, skenë e luftimeve të ashpra. Putin ka sugjeruar se do të binte dakord për një armëpushim nëse Ukraina do të hiqte dorë nga territori. Por Zelensky tha se kishte një kuptim më të mirë të psikologjisë së udhëheqësit rus dhe qëllimeve aktuale të luftës, sesa shtëpia e bardhë. Presidenti i Ukrainës shtoi se Putin nuk do të ndalet nëse do të marrë Donbasin e më pas do të përpiqet të pushtojë dhe kryeqytetet rajonale të Dnipros dhe Harkivit.